Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Në vazhdim të temës së vetmisë dhe hujësisë së Islamit dhe disa muslimanëve që i përmban Islamit të vërtet, shpërblimit, vlerës së tyre, autori sjell një tjetër hadith të rëndësishëm në lidhje me këtë temë, një hadith që i dëgjuar nga ne, për cilën ra Abu Umeje thot pyeta Abu Tha'laba al-Khushaniyin radiyallahu ta'ala anhu, sahabin e profetit alayhi salatu wassalam, duke i thënë çfarë mendon për ajetin kuranor ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idh ihtadaytum. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, o ju që jeni besuar, kujdesuni për veten tuaj, nuk do të dëmtoj ai që ka humbur nëse ju jeni në rrugë të drejtë. Ai tha, Abu Tha'laba, ke pyetur për këtë njeriu e duhur, të ditur, sepse këtë pyetje ja kam bërë edhe unë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai më tha, bali tamaru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. حتى إذا رأيت شوحا مطاعا وهوان متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودعي عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر العامل فيهن أجر 50 للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. Urdhëroni, përkundrazi tha profeti alayhis salam, urdhëroni për të mirën, ndaloni nga e keqja, derisa të shihni, të arrini, tha profeti alayhis salam, kopratësinë që ndiqet, dëshirat që pasohen, dynjan që preferohet mbi fen, dhe çdo njeri të kënaqur me mendimin e vet, atëherë kujdesu për veten tënde dhe lëri njerëzit e thjesht, sepse do të vinë ditë kur të qëndruarit me durim në fen e Allahut do të jetë si të kapësh thëngjillin e ndezur me dorë, ai që vepron sipas Islamit në atë kohë do të ketë shpërblimin e 50 burrave që veprojnë si ju. Do të ketë shpërblimin e 50 burrave që veprojnë si ju. I thanë sahabët, o i dërguari i Allahut, 50 burra nga ne, apo 50 burra prej tyre? Tha profeti alayhi salatu wassalam, bal minkum, nga ju tha, sa 50 burra nga ju. Ky është hadithi i saktë që transmeton Abu Daudi dhe Tirmidhiu. Ky është një hadith i rëndësishëm që tregon për çështje madhore, çështje të rëndësishme. Së pari, profeti, këtu kemi të bëjmë me tefsirin e Kur'anit me sunnet. Ajeti kuranor i cili ishte i paqartë për tabiinin Abu Umejen dhe përpara tij për sahabin e profetit alayhis salam Abu Tha'laba al-Khushani, ku Allahu i lartësuar thot, o besimtar, kujdesuni për veten tuaj, nuk ju të dëmtojë ai që ka humbur nëse ju jeni në rrugë të drejtë. Sepse mund të mendoj dikush që atëherë përderisa unë jam i udhëzuar, nuk e kam detyrë dhe nuk e kam përgjegjësi që të merrem me përmirësimin e njerëzve të tjerë. Dhe as nuk më dëmton mua humbja e tyre. Pra mjafton që vetë jam i udhëzuar dhe nuk e kam detyrë dhe as përgjegjësi udhëzimin, daven e njerëzve të tjerë, këshillën për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Por kjo nuk është e vërtet, nuk është kuptimi dhe as qëllimi i ajetit, sepse fjala e Allahut subhanahu wa taala idh ihtadaytum, nëse jeni në rrugë të drejtë, ndër të tjera nënkupton dhe përmban se prej udhëzimit të vërtet, të mirë që ke,
është edhe këshilla e të tjerëve. Ja buneje, aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. O djali, fale namazin. Vetëm kaq? Ja, urdhëro për të mirën, ndalo nga e keqja dhe bëj durim në këtë gjë. Dhe profeti alayhi salatu sallam, njeriu më i udhëzuar, me udhëzimin nga Zoti i tij. Dhe në të njëjtën kohë ishte thirrësi më i madh, promovuesi më i madh i të mirës dhe ndaluesi më i madh nga e keqja. Pra, nuk e interpretoi ajetin kuranor jo vetëm me fjalën e tij, që është në këtë hadith, por edhe me veprën e tij. Pra që qëllimi i tij ajeti nuk është se nëse ti i udhëzuar, harroj njerëzit e tjerë. S'ka problem. Humbja të afërmve, e familjarëve, e miqve, e të tjerëve. Por, marru vetëm me veten tënde, marru vetëm me përmirësimin e vetes tënde. Jo. Islami është fe që e mëson njeriu në udhëzuar që të jeti dobishëm edhe për të tjerët. Dhe dobia më e madhe që ti ofron të tjerëve është feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj e pyeti sahabi profetin alayhi salatu sallam, dhe kur të njëjtën pyetje ja drejtoi tabini, tha, ke pyetur njeriu e duhur, njeriu e ditur për kuptimin e këtij ajeti. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me lavdërim. Pra nuk është qëllimi i sahabit me të fjalë që unë jam i ditur për të ajet kuranor, të lavdëroj veten e tij, jo, por t'i jap siguri pyetësit se ai komentim dhe ajo përgjigje që unë do t'jap është përgjigja e saktë dhe e vërtetë. Pse? Sepse edhe unë kam pyetur të dërguarin e Allahut për këtë gjë. Gjë që tregon se dituria e sahabëve, cila ishte sunneti i profetit alayhis salatu wassalam. Dhe komentimin e Kur'anit nuk e bënin duke dalë jashtë udhëzimit të profetit alayhis salatu wassalam. Tha profeti alayhis salatu wassalam, jo, tha, përkundrazi, këshilloni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Për të këshilloni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja, sepse si sa më parë, udhëzimi jot nënkupton që këtë dritë që Allahu ta dha, këtë dituri që Allahu ta dha, këtë zemër që Allahu ta udhëzoi, me to ti të ftosh të tjerë, të tregosh të vërtetën të tjerëve dhe jo ta mbash për vete. Islami nuk është fe për një individ të kufizuar, të caktuar, për një popull të caktuar, për një kohë të caktuar. Islami është për të gjithë, pa dallim. Race, krahine nga vinë, niveli shoqëror, statusi shoqëror, e tjerë. Islami është për të gjithë. Dhe i tha profeti alayhis salam, thirr, bëj dave. Bëj dave. Dhe më pas i tregoi kufirin e davës. Pra davja vëllezër pastra edhe një kufi, deri ku, deri kur. Dhe ja tregoi profeti alayhis salatu wassalam, nëse shet këto fenomene, i tha, që do të përmendim, atëherë je justifikuar në lënien e davës. Allahu akbar. Pra subhanallah, davja çështje misioni profetëve, urdhër nga Allahu. E megjithatë pastra situata që nëse shfaqen disa fenomene, disa gjunahe, lihet davja. Mund të lihet davja dhe personi që e le është i justifikuar tek Allahu. Nuk ka problem për të, nuk ka gjuna për të. Pse? Kur? Tha profeti alayhis salatu wassalam, pra pasi tha, thirrni për të mirën, ndaloni nga e keqja derisa të shihni, tha, kopratësi që ndiqet. Pra, kuptimi me kopratësinë këtu, është shoh që përmendet, është kopratësi e cila ka pushtuar zemrën e njeriut, një lakmi, një pangropësi e madhe, dhe ai të gjitha angazhimet e tij, të gjitha raportet, marrëdhëniet me njerëzit e tjerë,
i ndërton mbi këtë korporaci, mbi këtë lakmi, egoizëm për veten e tij. Pra shpirtërisht ky ves, kjo sëmundje që e orienton jetën e tij. Orienton fjalët, veprimet, marrëdhëniet e tij me të tjerët, aktivitetin e tij. Pra është rob i korporacisë së tij. Është korporacia që udhëheq atë dhe jo ai që ta menaxhojë atë. E para kjo, e dyta, dëshira që pasohen. Pra, ndjetja e dëshirave, plotësimi i tyre, pa marrë parasysh është haram apo halal, është një dëshirë aq e fortë te ky njeri apo tek ajo shoqëri, sa është përhapur në trupin e tyre si një virus apo si një sëmundje që pushton çdo gjymtyrë të trupit. Pra qëllimi i parë dhe i fundit i tyre është të kënaqin vetët, të kënaqin epshin e tyre, të kënaqin egoizmin e tyre, pa marrë parasysh se a i lëndon apo jo të tjerët jo gjë, pa marrë parasysh se a e ka lejuar apo jo Allahu i lartësuar të gjë, por vetëm të kënaqin, të dëfrehen. E dyta gjendje. E treta, tha profeti alayhis salam, kur të shihni dynjan që i jepet përparësi mbi fen. Pra njerëzit nuk kanë më interes dhe preokupim për fen, po dynjaja vrapojnë pas saj, nga mëngjesi në darkë mendojnë vetëm për të, edhe pse nuk merren me mësimin e fesë, nuk merren me problemet në fe, me nevojën për dave, me nevojën për organizimin e shoqërisë islame, me nevojën për edukimin e muslimanëve, me nevojën për mësimin e muslimanëve të fesë, me anë të kurseve, botimit librave, ndërtimit të xhamiave e tjerë. Pra nuk merren. Dhe as nuk e çojnë në përmend diçka të tillë. Dhe ky është një problem i madh. Profeti alayhis salatu wassalam i lutej Allahut subhanahu wa taala që dynjaja të mos bëjë preokupimi i tij kryesor. Wala taj'al ad-dunya akbara hammina. Dhe mos e bëj dynjan preokupimin ton kryesor. Pra lejohet që të preokupohesh për dynjan, por jo të jetë preokupimi kryesor. Por jo të jetë preokupimi kryesor. Dhe kur muslimanët fillojnë njerëzit kanë përparësi dynjan, dhe sado që ti i flet për fen, haje as nuk dëshiron të dëgjojë, e konsideron humbje kohe, apo si diçka që nuk i përket atij, për shkak se e tërë qenia e tij është angazhuar me çështjet e dynjas, atëherë kjo është një nga arsyet që lejohet lënia e davës. Dhe katra që përmendi profeti alayhis salam, kur njerëzit tha në hadithin e tij, kur çdo njeri të jetë i kënaqur me mendimin e tij. Pra kur çdo njeri të jetë i kënaqur me mendimin e tij, pra edhe nëse ti tregon argumentin fetar, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari, por mendimi, ajo që ai mendon është ndryshe, e lë argumentin fetar, e lë ajetin, e lë hadithin, për shkak të përparësisë dhe mbi vlerësimin që i jep mendimit të tij. Dhe ky është vetpëlqim. Ky është vetpëlqim. I thua, nuk është e vërtetë ajo gjë. Kjo analizë, ky gjykim fetar që ti po jep, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu, ai thot nuk ma pranon mendja mu. Nuk arri thot ta konceptoj. Ndërkohë që detyrë e muslimanit është që kur i vjen ajeti dhe hadithi, vetëm të thot dëgjova dhe u binda. Nuk ka alternativ tjetër. Nuk ka alternativ tjetër, nuk mund t'i kundërvihesh shpalljes me arsyen dhe mendimin tënd, sepse këtë gjë e bën dikur disa të tjerë dhe prodhuan sekte dhe grupe dhe devijime të mëdha në trupin e islamit, duke shkaktuar përçarjen e ummetit.
për xehmijeve, mu'tezilive, sharive e tjerë, që i japin përparësi arsyes ndaj shpalljes. I japin përparësi arsyes ndaj shpalljes. Prandaj muslimani kur flet për fenë e Allahut subhanahu wa taala, duhet të jeti bazuar në Kur'an dhe Sunnet, dhe jo në arsyen e tij. Një arsye e pa ushqyer me shpalljen gabon. Por një arsye e mirë e njeh veten e saj, kufizimin e saj, dobësinë e saj, dhe ndjet atë që është më e mirë në mënyrë të padiskutueshme. Gjithmonë është e saktë dhe e mirë dhe që është shpallja e Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani apo Sunneti. Kur'ani dhe Sunneti. Tha profeti alayhi salatu wasallam, nëse sheh këto gjëra, pra cilat janë, ti përsërisim. Njerëzit që veprojnë dhe ndjekin lakmin, pra janë të pushtuar nga kooperacia dhe lakmia. Ndjekin dëshirat e tyre dyta, pra vrapojnë pas dëshirave të tyre. Këta janë si synim, të kënaqen, të frehen, apo të arrijnë atë që ndërrojnë. E treta, të japin përparësi dynjas mbi fenë dhe ta mbivlerësojnë mendimin e tyre mbi shpalljen, atëherë mos u përzim me ta. Lëri. Merru me veten tënde. Fa alejti bi nafsik, tha profeti alayhis salam, merru me veten tënde. Pra nëse ndodhin këto gjëra, pra kur nuk duan të dëgjojnë për shkak të këtyre fenomeneve, sëmundjeve që u përmendën, lëri në humbjen e tyre. Lëri në shtatërimin e tyre dhe merru me veten tënde. Pra ky është kufiri të cilin nëse arrin koha apo vendi në të cilin ti je, atëherë merru me veten tënde. Lëri njerëz. Sepse nuk është për fajin tënd kjo gjë, por është për fajin të tyre, pa dyshim. Dhe Allah subhanahu wa taala thot, "Fadhakkir in nafa'ati dhikra", përkujto nëse përkujtimi bën dobi. Dhe në një rast të tillë, kur njerëzit janë kapluar nga këto sëmundje dhe nga këto fenomene negative, nuk bën me dobi përkujtimi, sepse nuk duan. Nuk e duan të mirën, të vërtetën, nuk e duan të thimin tek Allahu, por janë të dehur, si të dehur pas dynjas, dhe mendojnë vetëm për të, dhe angazhohen vetëm për të, dhe për vetet e tyre, dhe e mbivlerësojnë mendimin mbi shpalljen, atëherë lëri. Mos i përkujto, sepse nuk bën me dobi përkujtimi. Wada'i anka al-awam, dhe lëri njerëzit e thjeshtë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra leje, kjo është leje nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam, por në të njëjtën kohë ti merru me veten tënde. Të kapësh fort pas fesë, sidomos në një situatë të tillë, kur kjo e keqe është përhapur kaq shumë, saqë ka arritur kufirin. Atëherë merru me përqendrimin e veten tënde. Dhe tha më pas profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse pas jush do të vinë ditë, pra do të vinë kohë, ku durimtari, tha, pra në fenë e tij, në përqendrimin e fenë e tij, është si shembulli i personit që ka kapur thëngjillin e ndezur me dorë. Normalisht kur kap diçka të nxehtë, dhe në këtë rast një thëngjill të ndezur që është prodhon nxehtësi për shkak të lëndës së vet që ka, normalisht do të lëndohesh shumë, do ndjesh dhimbje. I tillë edhe muslimani i vërtet në kohë fitnesh dhe situata që u përmendën në hadith, i cili përpiqet të jetë në përputhje me rregullat fetare, me mesazhet kuranore, me mesazhet profetike, do të përçmohet dhe do të ketë vështirësi aq të madhe për ta mbajtur fenë, sa do të ndjej dhimbje, lodhje, mërzitje, do të persekutohet
do të ofendohet, do të ndështrohet, do të përndiqet. Nëse ti thua nuk bën kjo gjë, Allahu dhe i dërguari tjetër kanë ndaluar të lloj drejtimi fetar që ti po i jep xhamatit, të interpretim të gabuar që ti po i bën fesë, këto aktivitete që ti po bën gjoja në emër të fesë, dhe ata marrin masa kundër teje për të dëbuar, të ofendojnë, të etiketojnë, bashkëpunojnë me të tjerët, me bidatçin të tjerë, apo me pabesimtar për të dëmtuar ty në mënyra nga më të ndryshmet, duhet të akuzuar padrejtësisht si ekstremist, për faktin se ti nuk je si ata, nuk bën lëshime si ata. Nuk i ndjek devijimet, bidatet dhe lëshimet e tyre që ata dëshirojnë. Nuk i zbaton tekat dhe dëshirat e tyre, atëherë je ekstremist për ta. Dhe fillojnë pasaj të përndjekin. Të bashkëdurim, modeli më i mirë është profeti alayhis salam, sahabët e tij, dietarët, Imam Ahmedi, në atë sprovën e njohur të tij, Ibn Taymija më pas, Sheikh Albani në kohën tonë, sprovat e mëdha që përjetoi për shkak të përqendrimit në fenë e Allahut Azza wa Jall në sunetin e profetit alayhis salam. Pra do të ketë për atyre muslimanëve që do të shihen si të huaj dhe ne jemi të kjo temë, prandaj e solli autori, në mesin e muslimanëve të tjerë, për shkak të përqendrimit që ata kanë në fenë e Allahut. Nuk bëjnë lëshime, nuk pranojnë të ndjekin devijimet. Edhe pse mund t'i japin e prorët e tyre. Por, dhe në rast të tillë do të ketë prej tyre që do t'u duhet të rezistojnë aq shumë dhe të ndjejnë dhimbje si ai person që mban thëngjillin e ndezur në dorë. Ka dhimbje thëngjillin e ndezur ta mbash në dorë. Dhimbje që ta arrin në shpirt. Zhdjedje me të tillët i përngjasoi profeti alayhis salam. Dhe nuk e la me kaq, dhe tha, ai që vepron pra në një kohë të tillë do të ketë shpërblimin e 50 burrave që veprojnë si ju. Pra do të marrë sevap edhe shpërblim sa për 50 si puna juaj. Pra që bëjnë ai që vepron si puna juaj prej tyre, do të marrë shpërblimin e 50 burrave. Subhanallah, 1/50, çfarë raporti? Raporti i madh, shpërblimi i madh, i mrekullueshëm, gigant. Dhe sahabët kërkuan sqarim. Dhe ky sqarim që kërkuan tregon mençurinë nga ana e tyre, sepse e njihnin pozitën e vet që u kishte dhënë Allahu Azza wa Jall, dhe pozitën e muslimanëve që do të vinin më pas, që ishte më ulët. Prandaj thanë, o i dërguari i Allahut, 50 prej nesh apo prej atyre? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, prej jush. Pra ai musliman që arrin një situatë të tillë dhe reziston në fenë e Allahut, përqendrohet në fenë e Allahut, nuk bën lëshime në fenë e Allahut. Edhe pse po vetë muslimanët e tjerë mund ta etiketojnë si ekstremist, apo si bidatçi, apo si të paditur, apo si njëri që nuk e kupton Islamin sepse nuk ecën me kohën, nuk e njeh realitetin e tjerë, do të ketë shpërblime sa 50 sahab. Pra jo çdo kush nga muslimanët, por nga sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky është një përgëzim i madh nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam për muslimanin e tillë të huaj në mesin e të tjerëve. Por që nuk do të thonë dietarët që një njeri i tillë është më i mirë se sahabët. Sepse vlera që patën sahabët, fakti që ishin me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditët më të vështira të Islamit, është një realitet që të tjerët që vinë më pas, sado që të veprojnë vepra të mira të mëdha,
nuk mund të arrin gradën e sahabëve tek Allahu Azza wa Jall. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Nëse çdo njeri dikush nga ju do të shpenzojë flori, pra do të japi sadaka, flori sa një mal, pra do të jetë flori sa një mal, dhe tërë të mas të madhe floriri, pra sadaka me flori, jo metal i thjesht, para, me flori, ka vlerë, dhe jo pak një ark, një sunduk, jo, një mal, dhe do të jap sadaka, nur do të arri kjo gjë asë sa sadakaja që mund t'japin muddi i sahabe, pra 2 grushat kështu. Pra ti jep një mal, ata japin kaq e tyre më mirë. Dhe as gjysmë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj hadithi nuk do të thotë që janë më të mirë se sahabët. Pas profetit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët më të mirë të këtij ummeti janë shokët e tij, sahabët e tij radhiyallahu ta'ala anhum. Pra dhe ky gjithashtu thon dietarët, ky hadith tregon, dhe kjo është një dobi shumë e rëndësishme, se vlerat e Islamit arrihen vetëm nëpërmjet përqendrimit në fenë e Allahut, thirrjes në të vërtetën dhe durimit në të. Sepse cilësi dhe realitet i të huajve, pra atyre që i përmban të vërtetës, është që janë të kapur fort në të vërtetën, dhe nuk mjaftojnë me kaq, por thërrasin dhe bëjnë durim në këtë gjë. Gjithashtu, nga ky hadith dhe hadithet që kemi lexuar apo përmendur deri tani, ne kuptojmë se arrim në përfundim se vetmia apo hujësia e dobishme el gurbe e muslimanit është nëse ai përmbahet sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, udhëzimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ama një izolim, një vetmi që përjeton një ekstremist, sepse i sheh të tjerët muslimanët e tjerë qafira, imamin, xhamatin e tjerë, dhe ky dhe një këtu e një atje në botë, 3-4 vetë janë musliman, s'ka tjerë, dhe izolohet. Ky nuk është izolimi dhe vetmia, hujësia që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam. Ky është kulmi i ekstremizmit, i humbjes. Kjo është rënje në bidat. Nuk ka të bëjë me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por për çdo kënd që i përmbahet udhëzimit të profetit alaihi salam, sahabëve të tij, ecën në rrugën e selefëve, dhe për të gjë i duhet të përjetoj për çmim, akuza, etiketime, ta ndjej veten të huaj, të ndjej dhimbje. Për të tillin premtoi profeti sallallahu alaihi wasallam shpërblimin e 50 sa sahabët, dhe i tilli është i huaji i lavdëruar në fe. Elusim Allahun azza wa jall na japi neve qëndrueshmëri në fe, na japi neve durim në këtë gjë, dhe të jemi prej thirrsave në të vërtetën. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.